Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikrimin e datës 3 dhjetor të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme në lidhje me ndryshime, vendime, çështjet më kryesore që kanë të bëjnë që jo vetëm kaq, por ka dhe çështje që lidhen me anën e financave, të biznesit, sepse koha e artë, që është tani në dhjetor, që mund të nisim ose çështje pune, më shumë çështje pune se dashuria vjen vetë dhe koha është mjaft ndikuese dhe rrezatuese, por gjithashtu kërkuese. Jo vetëm gjërat mira që do të kemi, por do të bëjmë diçka tjetër. Ky është një moment mjaft i mirë dhe është mjaft pozitiv në lidhje me ndryshimet që bëhen dhe kohën e duhur që jepet. Megjithatë, kemi një ndikim shumë të madh që bën shigjetari, dielli në shigjetar me kuptimin e çështjeve madhore dhe stabilizimin ekonomiko-financiar, ku është një moment mjaft i mirë, është një moment që vërtet mund kemi jo vetëm kurajun, por kemi edhe mundësi të arta që mund të zgjidhni problemet e juaja, mund të zgjidhni çështjet e pazgjidhura dhe koha e takimeve dhe e marrjeve vendimeve të rëndësishme në çështjet e juaja. Megjithatë, është një moment shumë i rëndësishëm ku vendime që merren, periudha që juve keni në lidhje me takimet që do të bëni, sepse diellin shigjetar çfarë ndodh? Ndodh në lidhje me Mërkurin dhe me afërditën, sepse Mërkuri është komunikimi, afërdita është paraja dhe dashuria dhe gjërat intime, ku do thot mundësi, ku do thot rëndësi, ku do thot zgjidhje për një të ardhme të afërt, për jetesën, për martesën, për familjen. Koha ka filluar dhe mundësit janë të arta. Por para se të filloj me parashikimin e pikërisht dhe kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 3 dhjetor, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni për një abonim ose të interesoni për një parashikim të detajuar, personale dhe private për vitin ose për muajt ose për çfarë dëshironi juve, kemi atje astrologo.al, www.astrologo.al, ja ku e keni. Atje mund të zgjidhni një nga paketat që juve intereson, aty ku gjeni veten, ose ku keni damenjen, që do e merrni atë paketë, ta provoni, ta shikoni një se si se kysh. Atëherë, më pas, duke bler paketën numër për katës të blerjes, shkoni tek sekretaria, e klikoni dhe më pas jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Për juve që doni, në kohën që neve jemi drejt për së drejti me juve, se tani është bërë traditë që çdo të mërkur jemi live me juve, çdo të mërkur në darkën në orën 9:30, dhe atje pastaj si duke shikuar që jemi live, dhe si ta bëni tuajin, të dërgoni mesazhet, merrni përgjigje në momentin që ne jemi live, e atëherë kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni, dhe aty mund bëni subscribe, duke ndjekur hapat, bëni subscribe tek Astrologu Jegorpulla dhe më pas dërgoni mesazhe dhe merrni drejt për së drejti përgjigje. Për juve që doni që në një kohë të papritur, momental i them sot, ngrihem sot, duhet të shkoj në një takim. Është orë e mirë, në çfarë ore mund të shkoj në takim? Në çfarë ore mund të shkoj të bëj një një bisedë ose firmosje dokumenti. Atëherë kemi membership. Ju vjen ndihmë direkt. Kemi pikërisht, ja pra, këtu, atë butoni që shikoni atje që lexon, atje e klikoni dhe pastaj abononi, se gjërat e mira do të jenë të lira. E shikoni pastaj do të kujtoni se për çfarë bëhet fjalë. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se ka diçka shumë të madhe në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime të rëndësishme dhe jo vetëm. Një takim që mund bëni tani në këtë periudhë është një periudhë shumë e rëndësishme për marrjen e vendimeve të rëndësishme në kohën e duhur, për kohën që juve do të keni dhe periudha bën që juve të jeni mjaft të kërkuar në fushën e punës suaj, pse jo, por një rritje në detyrë e sado e vogël, por është e mirë për një të ardhmë të afërt. Në fushën e dashurisë ka të bëjnë shumë çështje që kanë të bëjnë me ujor të diçit të parë, akrep të diçit të tretë dhe gafore, keni ndikime pozitive. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për juve të shenjës e demit, duket se kjo periudhë dhe ky moment që është në lidhje me një çështje që ka të bëjnë me rëndësinë e veçantë të ekonomisë, të stabilizimit
dhe të përvetësimit të gjërave dhe anës së biznesit, sepse lidhje me biznesin ka diçka që është mjaft e rëndësishme për kohën dhe momentin, për periudhën dhe ndryshimin e madh që keni, por gjithashtu ka të bëjë dhe me çështjet e dashurisë. Në lidhje me dashurinë ka një ndikim shumë mirë sepse me akrep të dhjetë parë dhe me luan të dhjetë të tretë është një kohë shumë e mirë dhe tepër pozitive, stabilizuese, konkretizuese për gjërat që doni të bëni. Në çështjet që kanë të bëjnë me marrjen e vendimeve dhe çështjeve që do të keni në një udhëtim ose bashkim familjar, e keni me peshk. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, juve keni pasur dhe keni shumë çështje të lëna pezo në lidhje me anën ekonomike financiare, në lidhje me një vendim që do të merrni. Ky është një vendim mjaft pozitiv dhe nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që është favorit ndaj juve, mundësi që juve keni dhe në kohën tuaj më të mirë të mundshme. Është një moment që tani për tani mund të zgjidhni problemet ashtu siç keni, sepse është koha juaj, sepse është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar ekonominë tuaj, për të stabilizuar gjërat që keni edhe momente të mira. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dashtë dhe diçit parë, ujor të diçit tretë, është diçka shumë pozitive nëse juve e shikoni, sepse pikërisht data 3 lidhet shumë me komunikimin, lidhet shumë me ato që jam, ato që dua të realizoj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do të thotë shenja e gafores. Për sa përket gaforeve. Gaforet duket se disa mundësi që ata kanë në anën e tyre, por gjithashtu kjo periudhë mund të ketë një zgjidhje për çështjet e juaja që keni, sepse duke pasur parasysh ajo që ndryshon mes asaj që është e bëshme dhe mes asaj që ka të bëjnë me takimet e punës, lidhje me ndryshimin e vendimit të madh që do të keni, koha e artë që mund të keni tani e tutje, është ekonomia dhe stabilizimi i saj. Stabilizimi i saj do të thotë që vërtet i keni të gjitha mundësitë tani e tutje, nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në gjërat e juaja, dhe çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt të dhjetë parë, ka të bëjnë me peshorët e dhjetë të tretë, që është diçka shumë pozitive, por me bricap të dhjetë të dytë ka diçka shumë madhe, dhe një surprizë mund të jetë, sepse lidhet me këto surprizat e mëdha që keni dhe është momenti juaj për ta realizuar. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, luanët duket se tani për tani është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në çështjet që lidhen me biznesin dhe me karrierën. Kurse në udhëtim, nga një udhëtim i largët që do të bëni, do të thotë që një kontratë që mund lidhet me jashtë është mjaft pozitive. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmt të dhjetë të parë, bricap të dhjetë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë virgjëresha. Për virgjëresha tani në këtë periudhë kanë disa mundësi, edhe pse janë mundësi të mira në ekonomi, në stabilizime dhe në marrje vendimesh të rëndësishme. Kjo periudhë është periudha që jo e heshtjes, por e vazhdimësisë dhe e korrektësisë. Jeni shumë korrekt me ato që bëhet, jeni shumë korrekt me gjërat që doni të realizoni në kohë dekor dhe mundësi që do të jepet tani tutje. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetar dhe me dëmt të dhjetë të parë, është diçka mjaft favorite dhe koha ka treguar që gjërat të ndikojnë në anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshoreve. Për peshorët duket se tani në këtë periudhë është një mundësi shumë e mirë dhe pozitive nga çështjet e karrierës, në çështjet e biznesit. Lidhet shumë me biznesin, por dhe kjo periudhë është mjaft e mirë për të stabilizuar ekonominë tuaj, për të stabilizuar gjërat që doni të vazhdonin për më tej, sepse kjo periudhë është e mirë dhe ka diçka shumë të madhe në brendësi, se lidhet me ekonominë, lidhet dhe me biznesin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me binjak të dhjetë të parë, me ujor të dhjetë të tretë është perfektja. Pak vëmendje do të bëni me dashtë të dhjetë të dytë, se është një periudhë që mjaft pozitive dhe më thosha luksi në ato që ka prisni juve, sepse është koha juaj dhe momenti më i mirë. Shkojmë tek shenja radhës, që do të thotë akrepi. Për akrepët, çfarë do të me akrepët? Akrepët do duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi shumë të mira, mundësi të arta u them unë, por do keni kujdes sepse të tjerët kërkojnë me çdo kusht që juve të jeni të dytët
në gjërat e tyre, po të parë duhet jenë ata. Por kjo nuk e lejoni, sepse jeni ju vetë në rolin drejtues dhe nuk mund të drejtoj dikush nga poshtë që thotë do drejtoj unë. Dhe kjo do të jetë një zgjidhje shumë e madhe, sepse do jepet edhe disa parashtesë do t'ju jepet juve, por do keni kujdes nga gjërat e treta që mund të flitet për ju të shënës akrepit, por mirë është që gjërat e mira të mbani për veten tuaj, mos e shfaqni sepse nuk është të mirën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me peshk duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët të duket se tani në këtë periudhë ka ardhur koha dhe momenti që juve të zgjidhni çdo lloj problemi që keni pasur në anën tuaj dhe kjo bën që juve të jeni mjaft të ndikuar në lidhje me karrierën, në lidhje me dashurinë, por në lidhje me ekonominë. Me karrierën keni mundësinë që juve të shikoni gjërat në lupë për arsyen tuaj, sepse dini shumë mirë çfarë do të bëni dhe ku doni të shkoni. Është një mundësi shumë e mirë e artë në ekonomi, e artë në vazhdimsi. Çështjet shpirtërore, lidhjet me virgjëresh dhe me peshk janë të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e bricapëve. Për sa përket bricapët duket se tani në anën tuaj në pozicionimin e planeteve që ndikojnë shumë dhe kjo zgjidh një problem shumë të madh, një ngërç që mund keni pasur para disa kohëve dhe ky është një moment shumë i mirë tani për çështjet ekonomike, për biznesin, për karrierën dhe për mundësitë të arta që do të keni tani tutje. Kjo do thotë një ndikim mjaft i mirë, do thotë një ndikim favorizues dhe çështjet që do të keni në anën e biznesit dhe të karrierës. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me ujor të diçit të parë, me dëm të diçit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thot ujori. Meqense ujorët duket se tani në këtë periudhë kanë disa çështje të lëna pezo ose disa gjëra që mund të ndikoheni ose mund të keni mundësinë për zgjidhje, për çështje të mëdha ekonomike financiare, sepse këtu është problemi dhe çështjet që keni pasur më përpara, por kjo nuk ju penalizon, nuk ju pengon që juve të keni mundësinë për të zgjidhur një problem që keni pasur dikur dhe kjo është një mundësi shumë e mirë në lidhje me takime pune, në lidhje me vendime që do të merrni, por gjithashtu ka të bëjnë me anën tuaj dhe karrierën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me një ndarje që keni pasur ka qenë me luan, por e keni zgjidhur pikërisht tani në këtë periudhë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për sa përket peshqive, peshqit duket se tani kanë erdhur në rrugtimin e tyre të drejtë, në mundësinë e tyre që kanë pasur, edhe pse me probleme, edhe pse me shumë gjëra që kanë pasur në anën e tyre, tani janë në rolin më të mirë të mundshëm të qenë ndonjëherë, sepse koha, puna, periudhat ku ndodhin fenomenet, në momenti që juve keni, janë momentet më fantastike dhe më ideale të qenë ndonjëherë në këtë drejtim, sepse çështjet madhore ekonomike, financiare, biseda që bëhen, ndryshimet që keni në anën tuaj, është një moment shumë i rëndësishëm dhe i sakt në ato që bëni dhe momentet janë ato që juve i shikoni dhe jeni në anën tuaj më të mirë dhe pozicionimi i planeteve ju ndihmon në këtë aspekt. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 3 dhjetor të 2025. Para se të ndami bashkë, unë rrugëtoj edhe një herë për të gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodhen në Shqipëri apo në diaspor, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti, jo vetëm parashikimet, por gjithçka ju dëshironi ditor, javor, mujor, e kështu me radhë, astrologo.al, gjithçka i keni atje, gjithçka flet vet. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve, e doni dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. Duke na bërë subscribe, tek ai butoni shkoni atje dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigje. Por nëse ju duhet gjithashtu tek astrologo.al, tek astrologo Europulla, tek YouTube, membership, e klikoni dhe mund të dërgoni mesazh atje, duke plotësuar të dhënat që ta abonoheni dhe aty është hapet një dritare private për juve dhe atje mund të dërgoni, të shkruani dhe të merrni mesazhin që juve kërkoni në atë moment. Duke marrë mesazhin, përgjigje dhe në kohë që abononi dhe më pas flasim për gjithçka ju intereson nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet videove dhe shumë gjëra të tjera i keni atje. Nga unë Europulla, ju uroj një ditë të mbar në çdo aspekt të jetës suaj. Gjithë mirë.